Mos përdorni kur uthull molle nëse vuani nga këto 8 sëmundje. Uthulla e mollës është një tonik natyral me shumë përfitime për shëndetin dhe për organizmin, që nga humbja e peshës, ulja e niveleve të sheqerit në trup dhe problemet e kolesterolit. Sidoqoftë, konsumi i tepërt i uthullës së mollës mund të shkaktojë disa efekte anësore të organizmit tuaj. Prandaj, ekspertët e kanë cilësuar atë si një produkt të cilën duhet të tregoni më shumë kujdes para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të evituar kështu anën e saj negative për shëndetin dhe për të marrë më shumë përfitime për organizmin. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës mund të shkaktojë disa probleme nëse e teproni me konsumin e saj. Uthulla e mollës mund të nxjisë gjithashtu edhe problemet e stomakut. Njerëzit të cilët kanë ndonjë problem me stomakun ose thjesht kanë një stomak tepër të ndjeshëm duhet të jenë më të kujdesshëm me pirjen e uthullës së mollës në përditshmërinë e tyre, pasi gjendja e tyre mund të acarohet dhe mund të përkeqësohet me pirjen e mollës në sasi tepër të mëdha. Ekspertët tregojnë se nëse vuani nga shqetësimet e stomakut, tregohuni më të kujdesshëm me përdorimin e uthullës së mollës në dietën tuaj. Pirja e tepërt e uthullës së mollës gjithashtu mund të nxjisë edhe problemet tuaja të diarres. Uthulla e mollës mund të ndikojë edhe në shkaktimin e problemeve të diarres. Kujdes duhet të tregojë në persona të cilët kanë edhe probleme jo të rregullta të shëndetit tyre tretës. Ndaj, në këto raste uthulla e mollës duhet të evitohet plotësisht nga dieta juaj për të mos shkaktuar shqetësime të diarres. Uthulla e mollës mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin e veshkave tuaja. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullën e mollës dhe efektin e saj në shëndetin tuaj të veshkave. Duke nxitur dhe duke përkeqësuar më tej kështu organizmin, uthulla e mollës mund të jetë një ndikuese drejtpërdrejt të situatave tuaja unike. Ato që abuzojnë me përdorimin e uthullës së mollës mund të dëmtojnë më shumë veshkat e tyre dhe të nxisin gjithashtu përkeqësime të organizmit, duke shkaktuar probleme të njëpasnjëshme të shëndetit të veshkave. Uthulla e mollës mund të shkaktojë fryrje. Sigurisht, nëse pihet përtej masave të rekomanduara ditore, ajo mund të nxjisë përkeqësime të organizmit dhe të shkaktojë më shumë fryrje të tij. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës është e mirë për shëndetin vetëm kur konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore. Në të kundërt, përgatituni të merrni anën e saj negative në dëm të shëndetit. Nutricionistët pohojnë se konsumi i uthullës së mollës do të vonojë kështu edhe zbrazjen e stomakut që mund të çojë edhe në humbjen e përkohshme të peshës dhe fryrje të stomakut, përzierje dhe gazra. Për të shmangur këto shqetësime, shtoni pirjen e uthullës së mollës, hani perime dhe gjithashtu më shumë fibra të larta. Uthulla e mollës mund të shkaktojë përkeqësime të refluksit tuaj të stomakut dhe mund të ndikojë shumë në këto komplikacione, duke nxitur kështu edhe përkeqësime në shëndetin tuaj. Njerëzit të cilët vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm me ushqime tepër acidike si uthulla e mollës. Nutricionistët pohojnë dhe paralajmërojnë se uthulla e mollës mund të rrisë gjithashtu nivelin e aciditetit dhe të shkaktojë njëkohësisht djegësira në zonën e stomakut dhe të paralajmërojë për probleme të njëpasnjëshme të sistemit tretës, gjë që mund të rezultojnë me refluks të aciditetit. Uthulla e mollës mund të çojë në ndjenja dobësie nëse pihet më shumë se sa mjekët rekomandojnë. Disa njerëz përpiqen të mbjetojnë kryesisht duke konsumuar uthullën e mollës, por kjo gjë mund të ketë gjithashtu kalori vërtet të larta. Nutricionistët rekomandojnë të pini uthull molle si një pjesë e vaktit të kombinuar me fruta, perime dhe karbohidrate. Kjo mënyrë është më e mira për të marrë përfitime dhe ushqyerjen e duhur të organizmit, por nëse konsumoni atë përtej masës së rekomanduar ditore, uthulla e mollës mund të nxjisë gjithashtu ndjenja dobësie dhe të përkeqësojë akoma dhe më tej shëndetin tuaj të përgjithshëm. Uthulla e mollës mund të shkaktojë gjithashtu humbjen e përkohshme të peshës.
Nëse doni t'i përmbaheni një diete me uthull molle, kjo do ju ndihmojë në humbjen e përkohshme të peshës, por nëse e teproni me konsumin e saj, përgatituni edhe për anën negative të uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj. Ekspertët zbulojnë se ajo është e mirë për humbjen e peshës vetëm kur kombinohet me një dietë të rregullt ushqyese dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e një diete të gabuar. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani peshën tuaj trupore dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e saj. Uthulla e mollës është e mirë për shëndetin për sa kohë ajo kombinohet si duhet në dietën tuaj ditore. Në të kundërt, mund të përkeçojë gjithashtu simptomat e shëndetit dhe të nxjisë gjithashtu përkeqësimin e tij. Uthulla e mollës mund t'ju bëjë që të keni një oreks më të shtuar dhe gjithashtu të ndikojë në shumë aspekte të organizmit tuaj. Si rregull, njerëzit të cilët përpiqen që të përdorin uthullën e mollës për të shtypur dietën e tyre të oreksit, mund të nxiten edhe të shtojnë më shumë oreksin e tyre. Prandaj, nëse jeni një person që doni të evitoni oreksin e tepërt, atëherë tregoni më të vëmendshëm edhe me përdorimin e uthullës së mollës, pasi efektet e saj mund të kthehen në kundërindikacione dhe të ndikojnë ndjeshëm në situatat tuaja të përgjithshme. Uthulla e mollës kryesisht konsiderohet si një pije, por konsumi i tepërt i saj mund të çojë deri në probleme të rënda të organizmit dhe të përkeçojë më shumë shëndetin tuaj. Kjo të paktën sipas Healthline, i cili ka treguar efektet anësore të konsumit të tepërt të uthullës së mollës. Konsumi i tepërt i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj mund të nxjisë edhe të përkeçojë më shumë gjithashtu edhe problemet tuaja të erozionit të dhëmbëve. Ushqimet dhe pijet acidike, siç janë ato të uthullës së mollës, mund të nxisin gjithashtu dhe të dëmtojnë smaltin e dhëmbëve. Sipas studimeve, uthulla e mollës shkakton 1 deri në 20% të humbjes së mineraleve të dhëmbëve dhe gjithashtu mund të nxjisë edhe të përkeçojë më shumë shëndetin tuaj. Prandaj në këto raste tregoni më të vëmendshëm, më të kujdesshëm dhe mos e përdorni uthullën e mollës më shumë nga sa trupi juaj ka nevojë, pasi në të kundërt efektet e saj pozitive do të kthehen në efekte negative dhe do të nxisin dhe të përkeçojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj brenda rekomandimeve të duhura mund të jetë gjëja më e mirë që mund të bëni, por nëse e teproni me konsumin e saj, përgatituni edhe për anën negative. Uthulla e mollës, nëse konsumohet më shumë se sa duhet, mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytyt. Sipas sajtit në fjalë Healthline, një sër lëngjesh të dëmshme të konsumuara aksidentalisht mund të kenë përmbajtje të lartë acidike. Përbërësi që gjenden tek uthulla e mollës dhe acidi më i zakonshëm që shkakton fryrje dhe djegje mund të jetë një ndikues i drejtë për drejtë i shëndetit tuaj. Prandaj në këto raste tregoni të vëmendshëm me përdorimin e uthullës së mollës për të evituar kështu edhe anën e saj negative. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës, nëse konsumohet më shumë se sa lejohet, mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme në sistemin tretës. Ekspertët kanë treguar se uthulla e mollës ka një aciditet, i cili mund të ndikojë gjithashtu në përmirësimin e tretjes, por nëse konsumohet më shumë se sa duhet, mund të dëmtojë florën tuaj bakteriale dhe të shkaktojë probleme të theksuara të sistemit tuaj tretës. Në këto raste, tregoni më të vëmendshëm, më të kujdesshëm me pirjen e uthullës së mollës për të evituar kështu edhe problematikat që i kanosen shëndetit tuaj. Por uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në ujë për të evituar këto shqetësime. Uthulla e mollës kurrë nuk duhet të konsumohet direkt nga shishja, por si gjithmonë, duhet të merrni një lugë çaji uthullmolle, ta hidhni në një gotë me ujë dhe ta tresni. Ekspertët rekomandojnë jo më shumë se 2 lugë çaji uthullmolle në ditë për të evituar kështu komplikacionet dhe gjithmonë uthulla e mollës duhet të konsumohet e tretur në ujë për të evituar gjithashtu edhe gabimet në përdorimin e saj. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet zakonisht edhe pas buke. Nëse keni zakon të pini uthull molle pas buke, hiqni dorë nga ky zakon, pasi nuk po merrni përfitimet e saj unike në dobi të vlerave të shëndetit. Përrjedhoj po humbisni kohë dhe po dëmtoni organizmin.
Vëmendje: ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.